Mësuese kështu kemi profesoresha gjuhës shqipe, çka tjetër nga ASK-ja, ku ka më mirë mund të them sa të kemi nga ASK-ja, një vend që ka ndjegjë rrota goxha tarta. I kam këtu në studio, po i prezantoj kështu me rend, Ylza Pista, profesoresh e gjuhës shqipe. Ylza, mirëmëngjes, faleminderit që jeni. Gjevahira Osmani është gjithashtu profesoresh e gjuhës shqipe. Gjevahira, mirëmëngjes, faleminderit që jeni. Arta, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Rona Apjakazi, mësuese në shkollën fillore. Rona, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Dhe Edi Demiri, mësuese në cilën e parafilloreve. Edi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Po i nisim me ty, pra, Rona, çka përfaqëson sot 7 marsin shoqërinë shqiptare dhe mund të themi që është festë simbolike apo moment reflektimi për arsimin të sotme? 7 marsi është një festë simbolike, mundemi me thonë, që e nderon mësuesen edhe kontributin e tyre në sistemin arsimor, për të njëjtën kohë është edhe një pikë reflektimi ose një moment reflektimi për rëndësinë e arsimit në përgjithësi edhe për sfidat që ende sistemi arsimor ballafaqohet sot. Dhe a e njohin, nëse folim pra për të gjithë këto, për të rinjt, sa e njohin pra edhe çështjen e mësojtorës të parë shqipe dhe mesazhin që përcjell ajo sot? Po, sa i përket mësojtorës, ne përveç plan programit që kemi që zhvillojmë çdo ditë, ne organizojmë debate, kwize të ndryshme me nxënësit, sigurisht për t'ju mësuar atyre historinë e arsimit shqip. Dhe entuziazmi i nxënësve është duk shumë i mirë, sepse ata janë entuziast për ta mësuar si është hap mësojtorja e parë, pastaj si është mbyll, pastaj është rija përsëri, si është dashur të merret prap leje në Stamboll për hapjen e mësojtorës tjetër, dhe kështu që ata çdo herë janë ma pranë historisë së arsimit shqip. Po, dhe nëse flasim për këtë përmenda në fillim të emisionet, që shpesh edhe teknologjia ka ndryshuar edhe rolin e mësuesit, por edhe çësjen e tyre me nxënësit. Si mund ta themi për këtë, pra, Edja, ka ndryshuar roli i mësuesit në epokën e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale? Padyshim që teknologjia është bërë pjesë e jetës tonë në çdo sferë të jetës. Ndikon fatkeqësisht se tash varet se si e përçojmë ne mesazhin, se si duhet mu përdor teknologjia. Roli janë është me zhvillu mendimin kritik, me mësu prindrit edhe fëmijët se si me përdor teknologjinë në mënyrën e duhur. Tash teknologjia është edhe burimi i informacioneve, po ne duhemi me mbajt një balancë të mirëfillt që mos me shku në dëm të tjerëve. Dhe nëse flasim pra për këto, Ylza, sa i përket mësimdhënies ndër vite, sa ka ndryshuar me vitet e kaluara, pra? Po, padyshim që ka ndryshu, me ardhin e teknologjisë, do me thonë, ka ndryshu kogja shumë edhe mënyra e mësimdhënies në përshkolla. Ne mundohemi të jemi në hap me trendet, do me thonë, të teknologjisë, e kretë këto, pa anashkaluar mësimin i cili është i rëndësishëm, do me thonë, për brezat e rinj, aftësitë e tyre duhet përshtaten me risit që vijnë. Kështu që, po, ka ndryshu ndër vite. Në shkollën e mesme është pak më vështirë për ne që ti kalojmë këto risit, faktikisht pa u penalizu në një farë forme. Edhe pse në klasë ne përdorim, do me thënë, laptopin si mjet mësimor, megjithatë munduemi që t'i kontrollojmë që mos të hyjnë për gjërat të cilat nuk i kemi të parapame. Kjo është një sfidë në vete. Pastaj leximi është një sfidë shumë e madhe për neve si arsimtar të letërsisë. Nxënësit shumë pak sot lexojnë, kanë dëshirë më shumë, domethënë të marrin informata të shpejta. E kjo, domethënë, është një prej rrjedhave shumë të ndryshimit, domethënë, që kanë ndodhur tek ne kohëve të fundit. Prandaj po, ka ndryshu. Edhe roli i arsimtarit sot shihet ndoshta pak më ndryshe. Tek sytë të tjerëve faktikisht, edhe pse ai është po aq i fuqishëm se si më përpara. Kështu që ka ndryshuar, nuk di edhe si me thënë. Po, edhe pikërisht te kjo, me qenë se kemi një mix të mësuesve këto në ditën e re, du me pas një mendim të secili, sa ka ndryshuar kjo, si sheti zonja Gjevahira nga këndvështrimi yt, pra
kjo me debatat e kaluara, me atë përvojën tënde? Derisa përpara, burimi vetëm i dijes ka qenë mësimdhënësi, ndërsa sot ka ndryshuar, do thotë kjo metodologji, sepse tash kemi burim të shumta të informimit, të nxënësit mund të kenë mjaftueshëm ku të informohen, mirë po prapë roli mësimdhënësit është aty kyç dhe i rëndësishëm, sepse ne përveç që i mësojmë ata për dijen, ne duhet edhe të jemi kritik në zgjedhjen që ata e bëjnë për burimet e informimit, sepse jo të gjitha burimet e informimit mund të jenë të sakta. Dhe gjithashtu ne si mësimdhënës sot bëjmë rolin edhe të edukimit, që përveç dijes ne çdo ditë munduemi që ata të kompletojmë edhe të ndërgjegjtojmë, të krijojmë ndërgjegje të ata, që ata të jenë përveç të ditur, të jenë edhe qytetarë të ndershëm, dhe kjo është shumë e rëndësishme për neve si mësimdhënës, ndryshimi prej atëherë tash, sepse nuk është që i ka humbur rëndësia si mësimdhënës, pavarësisht ardhjes të hovshme të digitalizimit, por prapë se prapë jemi aty. Në kontributin për mirëqenien e nxënësit dhe zhvillimin e tij në të gjitha aspektet. Për juve, Runa, si e ke këtë çështjen? Marrëdhënia mësues-nxënës ka pas ndryshim të madh në shumë forma të ndryshme, për shkak se dim edhe në kohë përpara roli kyç ka qenë te mësuesi, kur tash është krejt tjetër, domethënë raportet kanë evolu, tash raporti është shumë më bashkëpunues, domethënë raporti zakonisht bazohet në komunikim më të drejtë për drejtë, nxënësit kanë qasje shumë më të lehtë mësuesi, komunikimi është i hapur dhe shumë më miqësor se sa që ka qenë më përpara, kjo i ka anët edhe pozitive edhe negative, por prapë është më e butë se sa si ka qenë. Përndryshe, ashtu si që tha edhe kolegja, përpara burimi kryesor ka qenë informacionit mësuesi. Tash është pak më ndryshe, mësuesi është edhe udhërfyes, është edhe ndihmës, i ndihmon domethënë studentëve në kuptimin që të mendojnë në mënyrë kritike, në mënyrë tjetër, jo vetëm atë idenë tradicionale siç ka qenë atë kutinë klasike, gjithashtu edhe ndihmojnë në përdorimin sa më të mirë të inteligjencës artificiale, tash edhe të platformave digitale që veç kanë marrë havë me zhvillim dhe tash është e pamundur të mos jetë inkuadrume në orët mësimore në baza ditore dhe jo vetëm në raste të veçanta. Kështu që roli është shumë i madh, raportet kanë ndryshuar, po gjithmonë ka ana pozitive. Dhe editi se ka cikli para fillor, kështu, çysh e sheh pra këtë raportin, si ka ndryshuar ndër dekada? Do na më pajtu edhe me kolegët që kanë thonë, besoj që ka ndru për të mirë, po flas për ciklin parashkollor ku qendra kryesore dhe vëmendja është fëmia. Na si mësimdhënës jo vetëm që i mësojmë akademikisht, po edhe i udhërofejmë për formësimin e karakterit tëne, për individin që kanë me qenë, ku në atë sens ne e qesim fëmin në qendër që e pranojmë dhe akceptojmë ashtu si që është. Gjithmonë duke mundu për më të mirën e fëmis, po ka ndru në atë aspekt që fëmin dojmë me që vetëm për para, edhe dojmë po të mbri sa ma shumë për mu bo diçka ma e mirë se sa që jënë tash. Dhe nëse flasim për vlerësimin, sepse shpesh kur diskutohet për këtë është edhe një farë dileme për sa po vlerësohen mësuesit sot nga shoqëria, nga institucionet, ju të saj përket kësaj, pra sa e sheti rolin e mësuesit dhe sa po vlerësohet në shoqëri, përgjithsisht në ditë sotme? Roli i mësimdhënësit është jashtëzakonisht i madh në shoqëri. Ne dim se baza kryesore një shoqërie është arsimi, edhe duke u nisur nga kjo, nëse shkojmë në vizitë në një shkollë, edhe shohim si është e organizuar, domethënë mësimi, si sillen fëmijët në shkollë, si sillet asimtari me fëmijët, krejt kjo mund të jetë një pasqyrë e një shoqërie më të gjerë. Pasi aty është fillesa e çdo gjëje, edhe kjo padyshim që duhet të ketë një rëndësi të madhe edhe në shikimin se si i trajtojnë asimtarët, mësuesit edhe profesorët. Baza kryesore për neve si mësimdhënës është gjithmonë inkurajimi në forma të ndryshme, mbështetja financiare, padyshim që po, mbështetja morale, falenderimi e krejt këto,
që të jemi ne së pari të jemi domethënë të përshtatshëm për fëmijët, faktikisht që t'i afrojmë sa më shumë pastaj në forma të ndryshme, të përgatitemi akademikisht, ne së pari domethënë mësimdhënësit, pasi nga ne ata reflektojnë shumë. Asimtari, mësuesi dhe profesori janë model për studentat, për nxënësit e këtë, mësim marrësit. Kështu që, po, shumë e rëndësishme se si trajtohet kretë kjo çështje, është një zinxhir i cili duhet të ndjekur, prej hapave të parë deri tek universiteti. Shoqëria shqiptare sot, në qoftë se e shikojmë në një mënyrë më objektive, mundemi me thënë se ndikohet jashtëzakonisht shumë nga trendet e modës që të bëhemi të gjithë të pasur, edhe të reflektojmë, domethënë në këtë aspekt të shumë mirë, sepse duke qenë të ditur jemi më të pasur. Kjo është shumë e rëndësishme të jemi shumë bashkëpunues, po edhe falenderues për punën e mësuesit, asimtarit dhe profesorit. Jo vetëm në këtë ditë, që është një ditë e shënuar për ne, po në çdo ditë të vitit shkollor. Po, dhe Rona duan dalem pak të kjo se ne diskutuam që shka ndru roli i mësuesit ndër vite, po a është e vështirë sipas të jetë tash me qenë se jetë mësuese në ciklin fillor, pra shkollore fillore. A është më e vështirë tash me qenë mësuese apo më e lehtë? Duke u bazu në përditësimet e arsimit në përgjithësi, me metodologji që çdo ditë ka diçka të re, ne duhet të jemi gjithmonë në rrjedha me metodologji të reja, me format e reja të inkuadrimit, si të teknologjisë në orë mësimore, ashtu edhe qasjeve të ndryshme, sepse tash e dim se kemi gjithë përfshirje në shkolla. Kjo është diçka shumë aktuale që tashmë kemi nxënës me nevoja të ndryshme që duhet për secilit me ja përshtat në mënyrë të veçantë. Mendoj se është më e vështirë, mirë po vetë fakti që jemi më afër internetit, që jemi shumë më të qasshëm, e kemi shumë më të lehtë përditësimin edhe njohjen e metodologjive të reja dhe qasjeve të reja ndaj fëmijëve, kështu që po, ka ndryshim, është më vështirë, për të njëjtën kohë është në hap me kohën. Po, dhe do të lidhemi